Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar mirë mbrëma, ju ftoj të njihni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak, ditën e sotme vendi ynë u ndikua nga kushtet të qëndrueshme atmosferike, moti ishte I kthjellët në të gjithë territorin. Era ka fryrë me drejtim juglindje dhe jug-perëndim me shpejtësi mesatare 6 metër për sekond, e shoqëruar me valëzim të ulët në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistruan në zonat malore 0 deri në 21 gradë Celsius, në zonat e ulta 2 deri në 22 dhe në Bregdet 6 deri në 21 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet të qëndrueshme atmosferike. Moti parashikohet I kthjellët në të gjithë territorin e vranësira të pakta kalimtare, kryesisht të larta e transparente. Era do të fryjë me drejtim juglindje dhe jug-perëndim me shpejtësi mesatare 8 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të fitojë shpejtësi 16 metër për sekond, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 3 deri në 5 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 2 deri në 20 gradë Celsius, në zonat e ulta 2 deri në 23 dhe në Bregdet 7 deri në 22 gradë Celsius. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova nesër. Rajoni nesër. Europa nesër.